Vlla dhe motër, të begatofti madhi Zot, ti në Ramazan pate mungesa. E unë i pari para jush. E ne në Ramazan s'qem aty ku duhet. Dhe në llogarinë e madhe të Zotit gjithësisë ne në Ramazan ngelëm glas. Ne nuk u falëm. Ne nuk u bekum dhe ne nuk u mëshirum. Dhe ne, Zoti i madh u hidhru për 1 apo për 2 apo për 10 arsye. Por i madhi Zot është që na krijoi dhe ai i din dobësitë tona. Dhe ai e din që edhe në Ramazan mund të jemi të dobët. Dhe nëse në Ramazan ti ke ngel në klas, nuk ke qenë aty ku duhet, nuk e ke bërë ibadetin siç duhet, s'të shngrov zemra siç duhet, dashurinë për të madhin Zot se ke pas aty ku duhet, mos u mërzit. Sepse ai që të krijoi e ka ditë që ti mos jesh nivelin më të lartë në Ramazan, ta ka dhënë dhe inat begat që e përfshin Ramazanin, men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tha kush mujt Ramazanit, në natën e Kadrit kush është ai i cili bën ibadete dhe shpreson nga i madhi Zot natë ja falim gjithë gjinafet e jetës. Kaq e madhe është. Të kesh pas ti kusure subhanallahu al-azim shumë gjatë gjithë jetës, se nuk thot vetëm për i vit, ka thonë gjitha kusuret e jetës falen natën e Kadrit. Pra nëse ju kujtohet, ka një për Ramazanin, kur që jep Ramazanit takun, e ka ditë i madhi Zot që do ketë prej nesh, dhe shumica kanë frikë, s'kanë qenë në nivelin që kërkohet në Ramazan, e ka dhënë dhe i mirësi tjetër, e cila është nata Kadrit. Thot kush në të adhuron Zotin, shpreson që i madhi Zot i falen gjitha gjinafet e jetës. Pra nëse natën e Kadrit thu sot do më fali mu Zoti im. Fajtor shumë jam tek ai, po ai do më fal se është mëshirues i mëshiruesve. Ai do më fal mu sa i ka dhënë vetë këto sebepe me më fal. Sa i më ka krijuar mua duke ditë që unë mund të gaboj.